dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Sot në Lushnjë ka ndodhur një ngjarje e frikshme në orët e para të mëngjesit, ku 4 autobuza kanë marrë zjarr tek ish-parku i autobusëve. Sipas policisë, shkaqet e zjarrit kanë qenë aksidentale dhe jo të qëllimshme. Një zjarr i rënë rreth orës 3:45 minuta në ish-parkun e mjeteve në Lushnjë ka djegur 4 autobus të parkuar. 3 prej tyre janë shkrumbuar tërësisht, ndërsa një është djegur pjesërisht dhe është shpëtuar nga ndërhyrja e zjarrfiksëve. Në ndihmë për shuarjen e zjarrit që u përhap, kanë bërritur edhe zjarrfikës të Dvjakës dhe Fierit. Me urgjencë janë njoftuar drejtuesit e tjerë të autobusëve që kanë hequr mjetet për të mos u përfshirë nga zjarri. Policia dhe grupi hetimor mbërritën në vendngjarje dhe zbardhën shkaqet e zjarrit që shkaktoi dëme të mëdha ekonomike. Policia konfirmon se djegja e autobusëve ishte aksidentale. Kamerat e parkut kanë filmuar momentin e rënies së zjarrit. Në fillim ka marrë flaka autobusi në mes dhe më pas flaka është përhapur tek 3 autobusët e tjerë. Parku nuk ka roje, por monitorohet nga kamerat. Parlamenti rikthehet pas 2 muajsh, por mbylli punimet pas 15 minutash. Tonet të larta dhe akuza mes Berishës dhe Spiropalit shoqëruan këtë seancë. Deputetët përfshirë dhe kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha i janë drejtuar sot kuvendit për të zhvilluar seancën e parë parlamentare pas zgjedhjeve të 11 majit. Seanca ka përfunduar pas 15 minutash. Tonet e larta shoqëruan atë që në nisje me akuzat mes kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kryetares së kuvendit Elisa Spiropali. Berisha akuzoi mazhorancën se ka manipuluar votat e shqiptarëve me ndihmën e parave të krimit dhe karteleve të drogës, kurse kryeparlamentarja i tha Berishës se koha juaj ka përfunduar. Kjo seancë mblidhet pas farsës elektorale më të turpshme, pas rënjes perdes hekurt në Europën ish-komuniste. Kjo seancë mblidhet pasi Partia e Krimit me në krye Edi Rama zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale. Koha juaj ka mbaruar, ka perënduar. Folës pro. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste që mori fjalën, Niko Peleshi, tha se këtu jemi në parlament dhe jo në cirk. Pas mbylljes së seancës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha foli për mediat ku e quajti parlamentin si një bodrum të mafjas dhe seancën një seancë ndër më të turpshmet. Kësaj thonë kur parlamenti shtrohet në një bodrum të mafjes. Parlamenti nuk respekton as një rregull, as të rregullores, as kushtetutën, as ligjet. Parlamenti përdoret si një dyqan privat i Partisë së Krimit dhe kjo ishte një seancë ndër më të turpshme, ku pas një farset elektorale të pa precedent në vend që qytetarët të ndigjonin të gjithë faktet, argumentat e opozitës dhe deputetëve dhe kandidatëve për atë që ka ndodhi me 11 maj. Këta janë mbathin brenda disa minutave. Ja, shifni, ja ikin. Dhe janë, ja u thash dhe në parlament si të pat ju. Ishte shumë e drejtë që në parlament të vinë. Post e karteleve sësa këta, se ata janë të vërtetë, kurse këta janë thjesht shërbëtorë të tyre. Një aksident tragjik ka ndodhur sot në Fier, ku humbi jetën një i moshuar pas goditjes së furgonit që drejtohej nga një 23 vjeçar. Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 10 në zonën e njohur si Zogu i Zi.
një automjet tip furgon me drejtues shtetasin ED 23 vjeç banues në Fier ka përplasur një këmbësor, shtetasin VF 82 vjeç. Si pasojë plagëve të marra, i moshuari ka ndërruar jetë në vendngjarje. Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë Fier, ku po kryen veprimet procedurale për zbardhjen e ngjarjes. Grupi hetimor vijon punën për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit. Me gjithë thirrjet e vazhdueshme të policisë për drejtim të kujdesshëm në rrugë, aksidentet janë bërë ngjarje shqetësuese, po thuajse të përditshme për Lushnjën dhe Fierin. Të dhënat zyrtare të Institutit të Statistikave tregojnë se aksidentet rrugore kryesisht ndodhin si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Operacioni policor i koduar Medisin në Fier ka arrestuar 4 administrator farmacie dhe procedohet një tjetër, pasi tregtonin në farmacitë e tyre ilaçe të kontrabanduara. Finalizohet pas një pune hetimore disa mujore nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomike financiare në bashkëpunim me prokurorin, operacioni policor i koduar Medisin. Arrestohen 4 administrator farmacie dhe procedohet një tjetër pasi tregtonin në farmacitë e tyre ilaçe të kontrabanduara. Në subjektet dhe në banesat e tyre u gjetën dhe u sekuestruan ilaçe të kontrabanduara me vlerë rreth 800.000 lekë. Si rezultati i hetimeve proaktive të ndjekura për disa muaj në kuadër të operacionit Medisin me objektiv goditjen e kontrabandës së mallrave, u arrestua në flagrancë shtetasit SHY, 65 vjeç, AX, 59 vjeçe, PB, 36 vjeçe dhe TP, 35 vjeçe. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen TA, 53 vjeçe. Nga kontrollet e kryera në farmacitë që administronin këta shtetas, si dhe në banesat e tyre u gjetën ilaçe pa pullën fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me vlerë rreth 800.000 lekë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Tatimet mund t'ju marrin makinën në pronësi nëse nuk paguani taksat. Marrëveshje e re mes administratës tatimore dhe drejtorisë së përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor. Nëse jeni një biznes dhe keni një detyrim tatimor të papaguar dhe ndërkohë zotëroni një makinë, tatimet mund t'ju sekuestrojnë atë si pjesë e procesit për mbledhjen me forcë të detyrimeve. Edhe nëse jeni individ dhe keni detyrime tatimore të pashlyera, për shembull tatimi shtesë, që të dy punësuarit i shfaqet në sistem kur deklaron të ardhurat personale në datën 31 mars të çdo viti, apo tatim mbi të ardhurat nga qeraja e të tjerë, sërish tatimet do të mund t'ju bllokojnë makinën që keni në pronësi. Një marrëveshje e re e nënshkruar mes administratës tatimore dhe drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor do të mundësojë integrimin e sistemeve për kërkimin në kohë reale të dhënave mbi mjetet në pronësi të tatim paguesve, sipas një njoftimi zyrtar të tatimeve. Administrata tatimore udhëzon qytetarët të kenë kujdes në shitblerjen e makinave me debitorët. Çdo subjekt që hyn në transaksione shitblerje të mjeteve duhet të sigurohet që mjetet objekt transaksioni nuk i përkasin tatim paguesve debitor. Çdo akt i nënshkruar në keqbesim ndërmjet palëve me qëllim shmangjen e detyrimeve ndaj administratës tatimore do të sjellë pasoja ligjore për pavlefshmëri, thuhet në njoftim. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.